Jemi në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit me mua Juniden, që nuk jeni mësuar shumë edhe ta zhvillojmë këtë emision së bashku. Unë në studio sot kam një personazh i cili apo një person i cili ka ardhur nga një rrugë e largët, nga Maqedonia e Veriut. Ai është Bekim Adili, është një gazetar. Faleminderit që pranuat, faleminderit që trokitet në derën e televizionit të UTA. Kënaqësi Jonida, padyshim shpreh një falënderim për dyrët që më hapët në kontekst edhe të një bashkëpunimi, por edhe për të thënë fjalën e zërit të shqiptarëve të trevave tona nga Maqedonia e Veriut, ku pavarësisht që na ndajnë kufit administrativ, neve nuk duhet të na ndaj ajo çfarë quhet historia, kultura, gjuha dhe gjithçka çfarë lidhet rreth identitetit ton kombëtar. Në kuptim të kësaj dua të veçoj kontributin tuaj që përpiqeni për të mbajtur gjallë gjuhën shqipe këtu në Ulqin, në Malin e Zi, trevat shqipfolse, që kontributi i një media lokale është i jashtëzakonshëm, duke patur parasysh vështirësitë me të cilat ju mund të përballeni. Andaj më lejoni që t'ju shpreh admirimin tim për punën që realizoni të përditshme, që zëri juaj dëpërton padyshim edhe në pjesët tona të atyre trevave dhe kudo edhe në diasporë. Dhe për këtë ju garantoj nga afër kam ndjek televizionin të UTA në New York, sa herë që kam qenë atje, shqiptarët e atjeshëm ju ndjekin me shumë respekt dhe padyshim me një vlerësim që nuk mund ta shpreh ndoshta nga distanca, por që në kontakte sipër ajo vlerësim, ajo konsiderat ndaj punës juaj nuk mungon, të jeni të sigurt. Faleminderit shumë, ne mundohemi të jemi një dritare e vogël e komunitetit shqiptar këto në Ulqen, në trevat e Malit të Zi. Po na flisni pak diçka për veten tuaj. Kush është gazetar Bekim Adili? Tani është pjesa më e vështirë, jo mendoj vetëm për mua, por këdo që të flasi për veten. Ne jemi mësuar, do me thënë, të na njohin njerëzit përmes punës sonë, dhe mjafton të klikosh një emër dhe mbiemër të një gazetari dhe del aty veprimtaria gjithë secilit, padyshim dhe juaja, që është një punë e lodhshme, stresante, që ka padyshim një lloj rëndësie në fjalën që quhet publike, për patur kujdesin e nevojshëm në tematikat të cilat ne trajtojmë dhe që jo gjithmonë ju pëlqen të tjerive, në veçanti politikës, por që roli i gazetarit duhet të jetë edhe oponent, edhe korrektor, por edhe në disa raste padyshim edhe motivues. Në kuptim të kësaj jam përpjekur për të dhënë atë kontributin tim në sferën e gazetarisë, e cila lidhet që nga vitet e 90 në Tiranë, aty ku kam mbaruar fakultetin e gazetarisë, dhe më vonë u ktheva në vendlindjen time në Kërçov, duke ndjerë një obligim për të dhënë kontribut mediatik në zhvillimet e atjeshme që u lidhen me revolucionin e vitit 2001, dhe ngela pastaj në mes Kërçovës dhe Tiranës, duke mos ndarë këtë lloj bashkëpunimi në realizim të shumë aktiviteteve tjera dhe kulturore, edhe të aspektit kombëtar, ku dhe u bëra pjesë e një televizioni, i pari televizion në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, që quhet televizioni Gura, nga ish pronari i ndjerë tani më që pata një ofertë për t'ju bashkangjitur atij në këtë rrugtim, ku mbi 2 dekada kam një kontribut modest në punën e gazetarisë, atij televizioni regional që përfshin ato troje atje, por që më vonë lidhja ime ka qenë edhe në kontribut një bashkëpunimi, do të them, jo vetëm të aspektit të ndërsjellët, por një detyrimi që kam ndjerë ndaj diasporës shqiptare, kudo që ato janë, duke realizuar aktivitetet të përbashkëta në Amerikë dhe në shumë vende të perëndimit. I gjithë ky kontribut përpara 2 vitesh u vlerësua për të qenë edhe pjesë e një institucioni shumë me peshë të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, që është në Shkup,
që quhet Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore i shqiptarëve të atjeshëm, ku ne përpiqemi për të realizuar dhe për të nxjerrë në sipërfaqe të kaluarën tonë të aspektit historik, shpirtëror, kulturor, i cili nuk është i pakët në periudha historike të ndryshme të shqiptarëve të atjeshëm. Dhe tani më jam pjesë e atij instituti ku padyshim se ndihem dhe i nderuar, por dhe kam tani më një përgjegjësi tjetër në kuptim për të dhënë kontribut në nxjerrjen në sipërfaqe të shumë çkaje çfarë ne shpeshherë me vedia, pa vedie lejmë, domethënë që ta mbuloj ai pluri i harresës që quhet, dhe që këtu bëm gabimin më të madh për faktin se duke mos nderuar, duke mos kujtuar të kaluarën tonë, e kemi shumë të vështirë për të ruajtur identitetin kulturor, gjuhësor, identitetin tonë kombëtar dhe për të ushqyer idealet për të cilat pararësit tanë kanë dhënë jetën, kanë dhënë sakrificë të jashtëzakonshme për të qenë prezent në trevat tona, por edhe për të mbajtur gjallë frymën e shqiptarëve në trojet të cilat na janë ndarë padrejtisht. Duke u nisur nga ajo që diaspora pak a shumë na mban gjallë këtë lidhjen, atje në Amerikë flasë, duke u nisur me këtë rast dhe i përshëndesim gjithë ato që po na ndjekin edhe nga diaspora Amerikës, aty i kemi edhe më shumë këto shikuesit tonë besnik të ekranit e televizionit të UTA. Diaspora në Amerikë më duket mua se janë lidhur më shumë me rajonin. Ka një bashkëpunim teje të mirë si me Maqedoninë, si me Kosovën, si me Shqipërinë, po sa ne këtu në rajon arrim ta ruajmë këtë bashkëpunim? Është një pyetje shumë me vend, shumë e bukur në aspektin stilistik dhe thelbi i asaj çfarë neve sot realisht duhet të na shqetësoj në kuptim të një lidhje të fortë që duhet të ndërtohet me diasporën tonë. Unë shpeshherë quaj me bindje të plot diasporën e artë shqiptare, e cila ka dëshmuar dhe dashurinë në çdo lloj periudhe edhe të kësaj viteve të fundit që lidhen nga 90-ta deri sot me sakrificën dhe organizimin e atyre që kanë qenë të gatshëm gjithmonë për të ndihmuar çdo lloj kauze që lidhet me pavarësinë e Kosovës, me pavarësinë edhe të Malit të Zi, që shqiptarët kanë dhënë këtu një kontribut jashtëzakonshëm që të shkëputet nga kthetrat e Serbisë, dhe gjithashtu me luftën në Maqedoni në vitin 2001, por edhe me kauzat tjera që lidhen edhe me lugjen e Preshevës. Kontributi i diasporës ka qenë evident në çdo lloj lëvizje të aspektit kombëtar, por dhe politik, që ka patur një lloj rrjedhshmërie me detyrimet që kanë ndaj vendit dhe adeut. Nga ana tjetër, nëse marrim anën e kundërt të medaljes, se sa ne, atë që thatë ju me shumë të drejtë, kujdesemi për këtë kontingjent të jashtëzakonshëm të diasporës sonë që përpiqen të organizohen në Amerikë dhe kudo ku janë, këtu padyshim duhet ta themi hapur që përfaqësuesët tanë, subjektet tona politike i shfrytëzojnë më shumë për politikën ditore, por jo që kanë një projekt afatgjatë për të vendosur një kontakt bashkëpunimi strategjik mbi një platformë reale të një bashkëpunimi i cili mund dhe duhet të ekzistojë. Janë bërë disa përpjekje, janë realizuar 2 samitet e diasporës në Tiranë, por që produkte real nuk kemi në kuptim të pritshmërive tona. Ndaj duhet thelluar, duhet të vazhduar ky lloj bashkëpunimi me diasporën shqiptare, edhe në Perëndim, edhe në Amerikë, ku ju shqiptarët e Malit të Zi kryesisht e keni më shumë në Amerikë. Ato janë të organizuar atje në shoqatat e tyre, kanë shkolla të shqipe për fëmijët e tyre, përpiqen që të mbajnë gjallë gjuhën shqipe atje, por që më rezulton se ambasadat e shteteve tona apo politikat qeveritare nuk kanë asnjë projekt që të shkojnë atje, qoftë edhe simbolikisht për të ndarë abetare për ato fëmijë, për të
patur iniciativa të natyrave tjera për të ruajtur trashëgiminë tonë kulturore të traditave dhe kështu me radhë për të mbajtur gjallë atë çfarë quhet fryma shqiptare atje dhe që kjo lloj urlidhse të shërbej pastaj për t'u kthyer vendlindjes me një lloj kontributi tjetër nga ana diasporës që ato kanë gatishmëri për investime të cilat ne duhet t'u shkojmë me plane konkrete se ku ato realisht në çfarë sfere, në cilat pozicione mund të ndihmojnë që të kenë investimet e tyre të cilat do të ndihmojnë në zbutjen e emigracionit, që është një lloj gangrene dhe një rrezik i boshatisjes së trevave tona për faktin se kur të rinj nuk shikojnë perspektivën këtu, ato përpiqen që të gjejnë alternativa tjera që është hikja, por që kjo nuk na ndihmon as pak, përkundrazi. Andaj e ripotencoj që subjektet tona politike në këtë drejtim padyshim kanë mangësi në organizimin e planeve dhe projekteve të tyre reale me bashkëpunimin që ju mungon me diasporën shqiptare. Vetëm kur kanë zgjedhje, vetëm kur ju duhen aspektet politike për konsum të politikës ditore, ato kujtohen për diasporën tonë. Kjo nuk është e ndershme as pak dhe unë mendoj se jemi në momentet, mos them të fundit, por jemi në një kohë kur gjeneratat e diasporës sonë atje tani më kanë ndryshuar, por në rriten fëmijë atje dhe ajo që quhet gjenerata e mesme që ka kujtimet e lindjes dhe rritjes në vendlindjet në trevat tona, që ka një nostalgji, që ka një mall për vendlindjen, ne duhet ta shfrytëzojmë këtë lloj urlise e cila atje po fuqizohet gjithnjë më shumë në aspekt të bizneseve që kanë në ngritjen edhe të kuadrove të cilat i kemi në shumë shtetet perëndimit dhe në Amerikë që janë në pozicione udhëheqëse dhe që ky lloj kontingjenti i kuadrove të atjeshme, i studentëve shqiptarë që kemi atje, i bizneseve, duhet të merren në konsiderat si faktorët shumë të rëndësishëm të cilët mund të ndikojnë edhe në përmirësimin e zhvillimit të rajonit tonë trevave shqiptare ku ne jetojmë këto. Po të shkojmë pak tek një pjesë tjetër. Maqedonia, shqiptarët në Maqedoni gjithmonë me Ulqinën e kanë pas atë lidhjen turizmi apo sezona e verës i ka lidhur gjithmonë, ne presim në verë shumë mysafir nga Maqedonia, por edhe fatmirësisht edhe nga infrastruktura mirë, shumë edhe ulqinak marrin rrugën e Maqedoni që shkojnë, vizitojnë, dëgjojnë edhe shqip. Por rruga jote nga Maqedonia në Ulqin, cila ishte arsye kryesore e kësaj rruge? Për para se të them arsyen, është fakt kjo që thua ti se Ulqini ka qenë sinonimi ynë, sidomos në kohën e Jugosllavisë, për një mundësi që na është dhënë për të realizuar pushimet verore, për të shijuar, si thua, Bregdetin shqiptar, do ta them, padyshim është i yni në këtë pjesë. Pavarësisht se ka qenë një rrugë shumë e vështirë, është dashur nga Maqedonia që të kalojmë Kosovën, një rrugë shumë e vështirë në atë periudhë për të ardhur në Ulqin, por që nuk kanë munguar prezenca e shqiptarëve të Maqedonisë këtu as në atë periudhë, por nga nostalgjia edhe në ditët e sotme që infrastruktura që thati ju në ndihmon përmes Shqipërisë për të ardhur shumë më shpejt, kështu që padyshim kjo lloj lidhje ekziston gjithmonë, sinonimi i detit është Ulqini. Sa i takon prezencës sime në këto ditë këtu në trevat shqiptare të Malit të Zi, lidhet me atë çfarë tham pak më përpara me aktivitetet e mia, të cilat janë të ndërlidhura me diasporën shqiptare dhe në pozicionin edhe të aspektit të qenurit tani më pjesë e Institutit Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup. Kam udhëtuar disa herë në New York. Arsyeja e parë, ta them të vërtetën, nga qenë familjare. Unë kam besën time atje, cila është Nuse Krajane, dhe ishte kjo arsyeja e udhëtimit të parë drejt New Yorkut, ku aty pata fatin të takoj shumë krajan, do të thosha të mrekullueshëm për vlerat të cilat i mbartin, i ruajnë atje
të mikpritjes, të përkujdesit, një lloj mirësie, dashamirësie të jashtëzakonshme, dhe ajo çfarë mua më bëri përshtypje është se janë shumë kompakt edhe në vendet ku jetojnë dhe në bashkëpunimin të cilin ato ndërtojnë përmes shoqatave. Thash që kanë shkollat shqipe që është një pjesë që unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, kanë aktivitete pafund të ndryshme për të mbajtur gjallë shpirtin shqiptar në Amerikë, që nuk është e lehtë as pak, dhe kjo më tërhoqi vëmendjen për të njohur akoma më shumë për nga afër, duke patur takime të kësaj natyre me shoqatën Kraja, me Ana e Malit, të Ulqinit, shoqata tjera që atje bashkëpunojnë. Tek shoqata Kraja gjeta një histori e cila më bëri jashtëzakonisht shumë përshtypje për faktin se thash që unë kam realizuar, mos them pafundësisht, por shumë akademi për kujtimore, për dëshmor, për veprimtar, për ngjarjet historike, flas për në Maqedoninë shqiptare. Dhe duke bashkëbiseduar me një personalitet, me një atletar, një burr fisnik, të cilin e njofta dhe duke njohur historinë e atij, njohta dhe historinë e sakrificës së Krajës, quhet Ali Perashi, më rezultoi se nuk kemi asnjë projekt për të nderuar këtë lloj plejade të sakrificës që lidhet me vitet e 80-ta, pas viteve të revolucionit të madh studentor të Prishtinë që ndodhi në vitin 81, dhe që u organizuan shqiptarët pastaj në ato që quhen lëvizjet e ilegalitetit. Dhe këtu më rezulton një heroin, Nazire Curaj Kraja, për ju shumë e njohur, jo sa duhet për shqiptarët në treva tjera, që është ndër të rrallat heroina për sakrificën që ajo ka bërë në jetën e saj, duke qenë jo vetëm mësuesja e parë, jo vetëm në kuptim të asaj që ka kontribuar në emancipimin e femrës shqiptare, por ajo u shndrua dhe në një atletare e flakt, e paimagjinueshme sot për mendjen e shumë njerëzve, pa dashur të fyej askë, për faktin se ajo të gjithë të ideal e shndroi në sakrificë të saj personale dhe të familjes së saj, dhe që një zonjë e hekurt, një burrnesh do ta quaja, vendosi në aktivitet pastaj disa pjesëtar tjerë të Krajës, veprimtar, që i bëri pjesë të grupit të saj për të vepruar në vitet e 80-ta që nuk kanë qenë të lehta dhe që më pas, duke u ndjekur survejuar nga shërbimi jugosllav, u arrestuan, vuajtën burgje, kanë kaluar një peripeci shumë të vështirë të torturave në procesin hetimor të asaj kohe, dhe që kjo nuk ishte paraqit në një formë projekti, që për mua, si thua, ishte një moment që pata reflektim dhe frymëzim në kuptim të një ideje që ju ofrova për të bashkëpunuar dhe për të realizuar një projekt filmik të kësaj natyre, për të nderuar ato veprimtar që duke nderuar ato padyshim nderom edhe veten tonë, sepse e thash edhe më herët që duhet kujtuar dhe nuk duhet lënë harres veprimtaria dhe sakrifica e tyre, nga e cila sot kemi këto të arritura që kemi dhe nuk janë të pakta. Pra gjithçka në jetë nuk vjen në mënyrë rastësore, është ideali ai i cili frymëzon atletarët e vërtet, është ideali ai i cili e bën të gatshëm njeriu për të flijuar veten në emër të atdheut dhe të kombit. Dhe këto përpara këtyre njerëzve ne me përullësi duhet gjithmonë të jemi të gatshëm për t'i kujtuar, respektuar, nderuar dhe për mos i lënë që të harrohen, por të jenë pikë frymëzimi edhe për gjeneratat e reja si ju që po rriteni dhe që duhet vazhduar, si thosh, detyra që kemi jo vetëm ndaj familjes son,
biologjike, por dhe ndaj asaj që është familja e madhe që quhet Kombi Shqiptar. Po, me vizitën që keni bërë në këtë pjesën e krajës, apo për këtë projekt që jeni duke punuar, a keni arritur të shihni se sa është mbajtur mend sakrifica? Po, këtë e pash të pranishme edhe në New York, tek shqiptarët e krajës. Do me thënë të gatshëm ishin në çdo moment, sa po ne diskutuam si ide për ta realizuar, për ta konkretizuar. Padyshim edhe këto ditë në kraj që kam qëndruar, e kanë pritur edhe janë treguar të gatshëm që të ofrojnë çfarëdo lloj informacioni dhe çfarë ato dinë dhe se çfarë mund të japin për këtë ngjarje e cila padyshim mendoj se do ta nderoj vetë krajin, e cila në historinë e saj ju e dini dhe duhet të potencuar se jo rastësisht dalin idealistë nga një tref e caktuar. Kraja i ka dhënë shumë kombit shqiptar, mbi të gjitha i ka dhënë veprën e parë në gjuhën shqipe. Dhe në qoftë se ju flisni tani, por nuk keni mundësi që të shkruani në kuptim për ta shkruar, është e destinuar që të vdesë ajo lloj gjuhe. Gjua ruhet përmes shkrimit, ruhet përmes veprave dhe Gjon Buzuku i dha veprën e parë shqiptarëve jo vetëm, por edhe shqiptarët i bëri për tu radhit në historinë e gjuhëve europiane në kuptim të vlerës historike që shqiptarët e morën përmes veprës së Mesharit. Dhe prandaj them se dhe Nazirja, por dhe gjithë veprimtarët e tjerë, dhe të gjithë shqiptarët në përgjithësi, zanafillën e kanë pikërisht aty, tek kraja, tek Gjon Buzuku, tek Meshari, tek kjo vepër e parë e shkruar në gjuhën shqipe. Andaj ju kemi për borxh për t'i kujtuar dhe nuk duhet harruar këto momente, janë shumë të rëndësishme në historinë e çdo populli. Unë do të kisha dëshiruar që kjo çfarë unë duhet ta them që të trokasin në ndërgjegjen edhe të qytetarëve të trevave të juaja, por ato që marrin përsipër të përfaqësojnë vullnetin e popullit shqiptar, që manastiri, vendi i shenjtë i Gjon Buzukut të kthehet në një vend pelegrinazhi. Kjo do na nderonte. Neve nuk duhet të ndam ose të ndikohemi nga rrethanat historike të cilat na kanë detyruar nganjëherë që të harrojmë veten duke konvertuar besimin. Për faktin se gjithmonë kemi qenë shqiptar pavarësisht besimeve që predikojmë. Gjon Buzuku i takon historisë shqiptare, Meshari është vepra e parë e gjuhës sonë dhe vendi aty, kulti ku ai ka punuar dhe vepruar duhet të shndrohet në një lloj pelegrinazhi për gjithë shqiptarët. Në këtë pjesë përmbyllëse, dua të pyes diçka. Në këtë pjesë ne i kemi ngritur adhetarët tanë që kanë shkuar në Mergim. I kemi vlerësuar, vazhdojmë të vlerësojmë, marrim ndihma të shumta nga ata, e kanë syrin gjithë kohës tek vendi i tyre, por dua nga ti një mesazh për gjithë ata që kanë mbetur këto, jo vetëm në kraj, në Ulqen, në anë të malit, cili do të ishte një mesazh i yt? Është shumë mirë të largohesh nga vendi dhe të bësh për vendin, po është mirë që qëndrojmë dhe të vazhdojmë të bëjmë për vendin? Padyshim, në qoftë se neve ndalojmë për një moment dhe kujtojmë të kaluarën e paraardhësve. Ato kanë jetuar në situata shumë më të vështira. Kanë jetuar në varfëri, në skamje, kanë qenë edhe të torturuar, kanë qenë diskriminuar, por që nuk e kanë braktisë asnjëherë vendin e tyre. Ato e kanë mbajtur gjallë, ato që quhet Vatra Jon, që e kemi dhe në New York me këtë emër. Në kuptim të kësaj ne kemi një detyrim ndaj atyre paraardhësve, gjakut tonë, që kanë sakrifikuar kaq shumë për të mbajtur gjallë, jo vetëm qenjen shqiptare,
por dhe për të ruajtur pragun e derës, si që thoshin, dhe që lidhet me vatanin apo me trojet tona. Dhe hikja e ditëve të sotme është e parësyeshme për një fakt se po hikim më shumë për atë çfarë quam mirëqenje, luks, dhe jo se hikim nga nevojat jetike, bazike për të përballuar jetesën tonë. Në kuptim të kësaj duhet ndryshuar ky lloj kursi. Hikja asë në ndihmon, asë nuk në nderon. Unë mendoj se janë krijuar rrethana që të rinjt duhet të qëndrojnë. Po për të qëndruar ato duhet që edhe përfaqësuesët politik, shoqëria në përgjithësi, për t'ju hapur sa më shumë hapësira të rinjve, për t'ju ofruar sa më shumë mundësi dhe kushte, që ato ta ndjejnë veten kontributor të proceseve dhe jo të anashkalojnë, jo t'ju mbyllen dyert e përfaqësimit dhe të emërimeve apo të pozicionimeve të cilat shpesh herë politika nuk merr parasysh atë çfarë quhet meritokraci, por që duke vrarë këtë drejtësi, nëse mund ta quhet të tillë, atëherë vrasim shpresën e të rinjve. Dhe shpesh herë të rinj ndjen të marginalizuar nga një lloj padrejtësie që ju bëhet, dhe pastaj duke mos qenë të përfaqësuar, duke mos patur hapësirat e nevojshme, ato padyshim edhe largohen. Por unë do të kisha thënë këtë që ju më thatë si mesazh, të përpiqen të qëndrojnë këtu në trojet e tyre kudo ku janë, sepse hikja tani është shndruar në një fenomen shumë shqetësues për çdo, edhe për popull më të përparuar se sa ne, por ne kemi hallet natyrave të tjera. Të qëndrojnë për faktin se pasuria nuk është vetëm e aspektit material. Pasuria është mbi të gjitha e botës shpirtërore. Dhe lumturi njeriu e gjen kur ka një qetësi shpirtërore. Dhe qetësia e aspektit të botës shpirtërore mendoj se është më e madhe kur je pranë familjes, kur je pranë vendit tënd, aty ku je rritur, ku të njohin, pesha shumë e madhe, dhe aspekti pjesës tjetër, jo se nuk është i nevojshëm i asaj që quam materiale, por që duke sakrifikuar, mendoj se mund të arrihet edhe aspekti i të nevojave materiale, për faktin se tani më ne po shkojmë drejt integrimeve dhe uroj e shpresoj që vendet tona të jenë sa më shpejt pjesë e integrimeve dhe e Bashkimit Evropian, ku do të kemi një standard tjetër. Andaj jemi në një fazë finale të betejës, ku gjithmonë mbyllja e proceseve është shumë delikate në historinë e popujve, dhe ne jemi në mbyllje të proceseve në qoftë se marrim në konsiderate dhe zhvillimet e geopolitikës, dhe që në këto momente kërkohet më shumë maturi, më shumë vendosmëri dhe mbi të gjitha një lloj qëndrese, që uroj e shpresoj që kjo mos mungoj tek të rinj, tek familjet shqiptare, që të përpiqen t'i mbajnë fëmijët sa më shumë në tokën për të cilën është erdhur shumë gjak. Ne këtu me këtë mesazh e përmbyllim edhe këtë pjesë. Unë të falenderoj shumë dhe ishte kënaqësia plotësisht e imja të ndaja këtë studio bashkë me juve, një gazetar, një njeri që po kontribon në ruajtjen e vlerave shqiptare. Faleminderit shumë. Ju falenderoj juve dhe ju uroj shumë suksese në këtë mision sa të vështirë paqe dhe fisnik. Ne falenderojmë edhe shikuesit që po vazhdojnë të na ndiqni, qëndroni me ekranin e televizionit të UTA. Kjo ishte dhe intervista për ditën e sotme në emisionin e mëngjesit Ditë e Re. Në vazhdim do të shkojmë edhe me një rubrik tjetër. Është rubrika e filmit ku mundohemi të sjellim filma apo trailerë të ndryshme që ju të keni një ide se si ta kaloni kohën e lirë dhe cilin film ta përzjedhni.